Yoga në Bregdetin e Vlorës, një atraksion i ri për turistët vendas dhe të huaj. Vlora nuk tërheq më turistët vetëm për plazhet e saj të bukura dhe detin e kristal. Në vitet e fundit një aktivitet gjithnjë e më popullor, po merr vëmendje të veçantë në këtë qytet bregdetar. Yoga në natyrë, Buzdetit. Gjatë sezonit turistik, dhjetra turistë nga vende të ndryshme, përfshir Poloninë, Gjermaninë, Çekinë dhe Italinë, por edhe vizitorë shqiptar, zgjedhin të fillojnë ditën me një seancë yoga Buzdetit, në një atmosferë të qetë dhe relaksuese. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të ushtruar trupin dhe për të qetësuar mendjen, ndërsa dëgjojnë tingujt e valve dhe ndjejnë freskinë e ajrit të mëngjesit. Një nga iniciativat më interesante në këtë drejtim vjen nga Beata, një turiste nga Polonia e cila tashmë ka zgjedhur të jetojë në Vlorë. E apasionuar pas jogës, Beata jo vetëm që praktikon këtë disiplinë çdo ditë, por edhe organizon klasa të hapura për turistët dhe banorët vendas. Ajo është një figurë e njohur në komunitetin lokal të adhuruesve të jogës, duke krijuar një hapësirë të përbashkët për relaks dhe mirëqenie dhe shërbim kulturor. Jesteśmy z Polski, ze Szczecina i z różnych innych miejsc. So we're from Poland, mostly from Stettin. Unë quhem Beata dhe vi nga Polonia. Në fakt, unë jetoj prej disa vitesh në Vlorë dhe ushtroj edhe jogën. Kam mjaft interes nga të huajt. Këtu jemi sot me një grup nga Polonia, të cilët prej disa ditësh ushtrojnë joga. Por ka edhe vende të tjera, të cilat vinë për pushime dhe bëjnë joga. Është shumë e rëndësishme për trupin dhe mendjen. Unë së bashku me këto grupe e ushtrojmë në Breg të Detit dhe nuk ka më mirë. Interes nga shqiptarët, po ka patur, edhe shqiptarët që pyesin apo edhe ushtrojnë yoga, por më shumë janë turistë të huaj. Polakët janë më të shumë natyrisht. Kjo edhe për faktin që unë vi po nga ai vend. Vlora është një vend shumë i bukur, siç e thash, jetoj këtu prej disa vitesh, edhe të ardhmen time e shoh këtu. Pra të vendosem përfundimisht në Vlorë dhe do të vijoj të ushtroj yoga. Ky trend është një tregues se turizmi në Vlorë po diversifikohet, duke ofruar më shumë se sa vetëm rërë dhe det. Aktivitetet si yoga në natyrë janë pjesë e një qasjeje më të qëndrueshme dhe të ndërgjegjshme ndaj turizmit, duke i dhënë rëndësi mirëqenies fizike dhe mendore të vizitorëve.